Ulja me njëhershme e temperaturave ka kthyer në vëmendje sigurimin e ngrohjes në banesa. Qytetarët tregojnë se kanë zgjedhur si alternativë kryesore ngrohjen me anë të drurit, pasi sipas tyre edhe pse ka një rritje është më ekonomike se ngrohja me energji elektrike. Me dru, ku me marr me çfarë me ble? Shtret? Po janë shtajt drut. Sa është i makinë? Po i makinë shkon 270 mijë, 280, 300, 350. 26. A është rrit me krahasim me vitin e kaluar? Shio që rrit. Jo rrit, po na ta shëmshirë zotit. Me stuf me pelet. Se me majtë nes tanë ditën, do në 5.000 lek në ditë. Shumësim herë pjesim 30 qof lek a 31 shky për 50. Korrendi është gjënë në lume, dume e gjënë në lume, edhe atë me kotë saktume. Unë me dru. Si atë çmimi këtë vit? Vallaj, unë i kam marrë tash në 2 vjetë, nuk pjesë më gjatë, siguroj për 2-3 vjetë. Për arsye që ka kënd, për parë tash nuk e di. Me dru. Sa është i makinë drusa? 70, 80. A është rrit në krahasim me vitin e kaluar? Pa. Sa? Mund të jetë rrit 10.000, për shumë 5.000. Në pikat e furnizimit me dru ka pasur një rritje kërkesash. Këta të fundit shprehen se çmimi është i njëjtë me vitin e shkuar. Këtë vit, në pikat e furnizimit me lëndë drusore, çmimi për metër kub shitet me vlerë 7.000 deri në 8.000 lekë të reja.